Skandaleve që kemi publikuar për aktivitetin e palishëm të drejtuesit të prokurorisë së Fierit Elion Mustafaj, i është shtuar edhe denoncimi për një abuzim tjetër të rënd me detyrën dërguar nga ish koleg të tij në prokurorinë e Vlorës. Bëhet fjalë për akte dhe vendime procese hetimore të firmosura nga prokurori Elion Mustafaj për periudhën kohore kur ka qenë pjesë e sistemit të drejtësisë si prokuror në Vlorë, por nuk e ka ushtruar realisht detyrën, pasi ndodhej me leje një vjeçare të pandërprer jashtë Shqipërisë. Me vendim numër 37 datë 15 prill 2020 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Elion Mustafaj mori leje pa të drejtë page për periudhën 1 maj 2020, 30 prill 2021 dhe u largua pranë familjes në SBA. Pas kthimit nga SBA, ai vijoi punën në prokurorinë e Vlorës, ku sipas informacionit të dërguar nga ish koleg të tij në pamfleti, rezulton se prokurori Elion Mustafaj ka firmosur disa akte dhe vendime për periudhën një vjeçare që nuk ndodhej në Shqipëri. Ai ka firmosur procedime penale, fillime, mosfillime dhe pushime çështjesh, si dhe akte të tjera hetimore, sikur veprimet e ishin kryer gjatë kohës që fizikisht ndodhej me leje, me qëllim për të mos humbur afatet proceduriale të administrimit dhe hetimit të çështjeve, por edhe për të kryer favore. Këto akte falsifikimi dhe mashtrimi zyrtar, prokurori Elion Mustafaj i ka kryer në periudhën maj-shtator 2021, kur u rikthye nga SBA dhe u riemërua në detyrë në prokurorinë e Vlorës, pas përfundimit të lejes një vjeçare të dhënë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ndërvarësia e punës në prokurori është e tillë që veprime të tilla administrative për çështjet hetimore nuk mund të kryhen pa bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore dhe sektorët mbështetës të prokurorisë, në rastin konkret të prokurorisë së Vlorës. Përveç se skandal, këto veprime përbëjnë shkelje të rëndë të detyrës dhe janë raste që duhet të hetohen në bashkëpunim me prokurorisë së përgjithshme, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, si institucione e prore dhe kontrollit të veprimtarisë së prokurorëve. Për më tepër, prokurori Elion Mustafaj, gjatë ushtrimit të detyrës në prokuroritë e rretheve Durrës, Korçë, Vlorë dhe Lushnjë, është kallëzuar 7 herë penalisht dhe është denoncuar 60 herë për falsifikim dhe fshehje provash, zvarritje, mosfillim hetimesh dhe pushim çështjesh në favor të subjekteve të përfshira në krime, çështje që nuk duhet të pushonin. Pas abuzimeve të kryera në prokurorinë e Vlorës gjatë viteve 2015-2021, ku ka firmosur edhe akte hetimore për periudhën një vjeçare, kur ishte me leje në SBA, më 24 shtator 2021, Elion Mustafaj u transferua si prokuror në Lushnjë, ku Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pas një sqarim publik, e komandoi dhe emëroi 8 herë brenda 16 muajve në të njëjtën detyrë. Në dosjen e Elion Mustafajt, prej më shumë se 2 vitesh e gjysmë drejtuesi prokurorisë së Fierit, rezultojnë gjithashtu mospërputhje dokumentesh për vitet e studimit, punësimi i bashkëshortes në SBA në kompaninë e një shtetasit të dënuar për grabitje në Angli dhe nënhetim për trafik dhe pastrim parash, pushime një mujore të financuara nga një biznesmen, si dhe një vit pune në SBA i pa deklaruar në procesin e vettingut. Ditën që filloi detyrën e ministrit të drejtësisë Besfort Lamallari deklaroi si prioritet të menjëhershëm pastrimin e administratës nga të korruptuarit, të paaftët dhe të implikuarit në lidhje me krimin. Por gjatë 2 muajve në detyrë, përveç një zëvendës ministri që i emëroi kryeministri Edi Rama, ministri Besfort Lamallari nuk ka bërë asnjë lëvizje në staf dhe administrat, por vetëm një qok për mikun e tij Indrit Doda. Ministri Lamallari emëroi Indrit Dodën në detyrën e drejtorit të shërbimit të kontrollit të brendshëm në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, sektor specifik i sigurisë ku jo vetëm drejtuesi, por edhe specialistët duhet të kenë figurë të pastër dhe pa lidhje me subjekte të botës së krimit. Por Indrit Doda, drejtori i kontrollit të brendshëm të burgjeve që ka emëruar ministri Besfort Lamallari, ka disa njolla që bien ndesh me ligjin e dekriminalizimit. Një prej tyre është lidhja e ngushtë me një ish oficer policie, pjesë e një grupi të strukturuar të trafikut ndërkombëtar të drogës, me bazë në Shqipëri dhe Itali, si edhe i përfshirë në dekonspirim informacionesh të policisë dhe SPAK-ut. Shoku i ngushtë i drejtorit të kontrollit të burgjeve Indrit Doda është Igli Haxhia, ish oficeri antiterrorit i arrestuar më 27 nëntor 2025 në mjediset e Akademisë së Policisë nëpërmjet një aksioni të SPAK-ut, Europol, Eurojust dhe Prokurorisë Italiane, i vërtetuar nga bisedat në Sky ECC, si një nga krerët e trafikut të drogës dhe dekonspirues aksionesh. Lidhja e ngushtë mes drejtorit Indrit Doda, që emëroi Lamallari në krye të kontrollit të burgjeve, dhe ish oficeri trafikant droge të arrestuar, Igli Haxhiaj, dihet nga të gjithë në policinë e shtetit, ku kanë punuar së bashku, por edhe nga Ministria e Brendshme, ku Lamallari ka qenë 8 vite zëvendës ministër dhe ata kanë qenë në të njëjtën strukturë. Lidhja e tyre ka qenë kjo: ministri Besfort Lamallari, kur ishte zëvendës ministër i brendshëm, mbulonte çështjet e antiterrorit. Indrit Doda ka qenë
koordinatori i drejtorisë së antiterrorit në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, ndërsa trafikanti Igli Haxhiaj ka qenë oficer i antiterrorit. Tani lidhja e tyre është kjo: Besfort Lamallari është ministri i drejtësisë. Indri Dodën e ka emëruar drejtor të kontrollit të brendshëm në burgje, ndërsa Ish Vartsi dhe miku i ngushtë oficeri Igli Haxhiaj prej datës 27 nëntor 2025 ndodhet në burg për trafik droge dhe dekonspirim aksionesh policore. Por lidhja e Indrit Dodës me ish oficerin trafikant Igli Haxhiaj, sipas informacioneve që ka pamfleti, ka dalë edhe në përgjimet Sky ECC për shkëmbim informacionesh konfidenciale policore dhe hetimore. Menjëherë pas emërimit në krye të kontrollit të burgjeve Indrit Doda, me fuqinë që i jep miqësia me ministrin Lamallari, ka nisur presione dhe spastrime të specialistëve të aftë, efektiv, korrekt dhe të ndershëm, duke i zëvendësuar me miq, shok dhe ustallar të punëve të pista. Pothuajse çdo ditë avokati Kujtim Cakrani del në ekrane dhe sulmon Spakun, gjykatën e posaçme dhe reformën në drejtësi, akuzon për korrupsion e paaftësi prokurore gjyqtar dhe hedh ide se si duhet bërë drejtësia në Shqipëri, sidomos pasi del nga seancat gjyqësore si avokati të arrestuarit Ilir Meta. Kur e dëgjon avokatin Kujtim, krijon mendimin se është i ndershëm, me figurë të pastër, ekspert i jurisprudencës dhe qytetar që proklamon e kërkon drejtësi të barabartë dhe me standarde europiane. Por në maskën e Kujtim Cakranit ka disa kujtime të hidhura penale me drejtësi në Itali dhe Shqipëri, por me emrin Shpëtim Cakrani, për aktivitete kriminale dhe vepra penale nga ato të klientëve që mbron sot si avokat. Operacioni Meduza në Itali, Kujtim Cakrani me emrin Shpëtim Cakrani, 2 vite burg për trafik heroine. Mëngjesin e datës 18 korrik 2007, policia dhe prokuroria italiane, nëpërmjet operacionit Meduza, arrestuan 14 persona për trafikim heroine në Salento të Puljas, gjatë viteve 2004-2005 mes tyre trafikantin shqiptar Shpëtim Luftar Cakrani. Sot trafikanti është avokat dhe quhet Kujtim Cakrani, pas ndryshimit të emrit në regjistrin e gjendjes civile, për t'i shpëtuar sanksioneve të ligjit antimafia në Shqipëri. Sipas dokumentit që po publikojmë, gjykata italiane e dënoi me 2 vite burg Shpëtim Cakranin, pra avokatin Kujtim Cakrani, në atë kohë 37 vjeç, dhe po kaq vite bashkëpunëtorin e tij në grupin e trafikimit të heroinës, Argent Arapi. Sipas regjistrit të gjendjes civile, Shpëtim Cakrani, i dënuari për trafik droge në Itali, është dora vet avokati Kujtim Cakrani, me të njëjtën datëlindje 18 maj 1971, me të njëjtat aftësi luftar dhe amësi burbuqe, si dhe vendlindjet vërtetuara edhe në të dhënat personale të lejes për biznesin e zyrës së avokatisë. 2 dënimet të tjera penale të avokatit Kujtim Cakrani. Me vendim numër 181 datë 14 korrik 2005, gjykata e Fierit ka dënuar Kujtim Cakranin, që në atë kohë mbante emrin Shpëtim Cakrani, me 2 vite burg dhe 500.000 lekë gjop, por gjykata e apelit Vlorë pushoi çështjen. Gjykata e lartë e ktheu për gjykim në apelin e Vlorës, ku u la në fuqi dënimi i dhënë nga gjykata e Fierit, por gjykata e lartë ja konvertoi dënimin në 3 vite shërbim prove. Me vendim numër 85 datë 19 shkurt 2016, gjykata e shkallës së parë Vlorë dënoi avokatin Kujtim Cakrani me 200.000 lekë gjop për veprën penale goditje për shkak të detyrës, vendim që u la në fuqi nga gjykata e apelit Vlorë. Sipas ligjit antimafia, avokatit Kujtim Cakrani alias Shpëtim Cakrani, i dënuar me burg në Itali për trafikim heroine, SPAK duhet të jetojë pasuritë, ndërsa dhoma kombëtare e avokatisë duhet të heqë licencën e avokatit. Nuk kanë fund skandalet me Rex Byberin e Tropojës, edhe pse ka vjedhur miliona, sërish drejtësia vijon të jetë e dobët përballë tij. SPAK arriti ta hetojë dhe vendosi në arrest shtëpie, por gjërat kanë ndryshuar rrugës dhe Byberi sot është kthyer atje ku ishte, në detyrë dhe i plot fuqishëm. Më 4 mars 2025, SPAK dërgoi për gjykim kryetarin dhe zëvendës kryetarin e Bashkisë së Tropojës, Rex Byberi dhe Abedin Kërnaja, akuzohen për veprën penale shpërdorim detyre, më shumë se një herë e kryer në bashkëpunim. Por edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga dorëzimi i dosjes në GKK, ende nuk ka nisur gjykimi. Janë zhvilluar mbi 15 seanca dhe gjyqtarja Irena Gjoka nuk e kalon çështjen për gjykim. E njëjta gjyqtare ndryshoi edhe masën e sigurisë, duke liruar Byberin nga arresti shtëpiak. Më një kush, gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e kryebashkiakut për lirimin nga arresti shtëpiak. Për Byberin, GKK-u caktoi masën e sigurisë detyrim paraqitje, por duket se vesi del me shpirtin. Sipas burimeve të pamfletit me rikthimin në detyrë, Byberi ka filluar avazin e vjetër, atë të abuzimeve me tenderët,
Dhe abuzimi më i fundit është me tenderin ndërtimi i rrugës Autokika, Gjarpri Dragobis Qafpaj, me fond limit 82.9 milion lek, i cili ka 3 vendime KPP për të zbatuar dhe nuk zbatohet, dhe një vendim të gjykatës administrative të apelit. Më 3 nëntor 2025, gjykata e apelit administrative ka marrë vendimin numër 92 duke vendosur refuzimin e kërkesë padisë së Bashkisë Tropoj dhe lënien në fuqi të vendimit të KPP, por KVO-ja e Bashkisë nuk vepron me urdhër të Rexh Biberit. Kërkesa e firmosur nga Altin Dumani, i cili nuk është më de jure drejtuesi SPAK, drejtuar kuvendit për Belinda Ballukun, shqert azi një përplasje politike me Edi Ramën. Altin Dumani, në shkresën e fundit si drejtuesi prokurorisë speciale, ka rritur dozën e akuzës, duke i marrë mbar të gjithë tenderët për t'i cilësuar si të trukuar dhe me shkelje ligjore. E gjithë kjo, më shumë se sa një lëvizje juridike për të siguruar provat e duhura për një rast penal të veçantë, është një sulm politik ndaj qeverisë dhe përkatësisht një sfidë ndaj Edi Ramës. Ka më dyshim se për këtë luftë që ka ndërmarrë kreu i larguar i SPAK, ekziston nxitja e ndërkombëtarëve, posaçërisht e amerikanëve, por kleç ka këtu, është se cili është objektivi apo objektivat e kësaj lufte. Njëri dihet dhe kemi thënë disa herë, synon presionin ndaj mazhorancës për të arritur shtimin e mandateve të prokurorëve të SPAK, që për cilën Edi Rama ka dhënë përgjigjen përfundimtare të dielën se nuk do ta kryej. Atëherë duket se amerikanët kanë kaluar në pikën e dytë të planit, ose në planin B, i cili konsiston siç duket në zbritje në fushë të Altin Dumanit si një lojtar i fortë publik, si rival politik i Edi Ramës. Siç duket kjo lëvizje, po merr formë dhe duhet që shpejt të kthehet në një manovër konkrete. Ata aset që Dumani ka në mbështetjen publike, shkresa e drejtuar kuvendit nuk është gjë tjetër veç se një ftesë dueli me Edi Ramën, duke i treguar qëndrimin e tij publik, mbi atë që qeveria bën me fondet publike, që nga rrugët e deri tek Akshi. Me një fjalë, jemi në një fazë ku Dumani po bëhet gati të zbresë në fushë si lider i opozitës dhe alternative Edi Ramos. Nuk është as pak rastësi që kreu i larguar i SPAK ka patur disa takime në rrethet të ndryshme të vendit me pjesëtar komunitetesh, kryesisht të rinj, për të promovuar veten si një orator publik. Po ashtu, intervistat që ka bërë gati në televizionet dhe gazeta synojnë ta formsojnë diskursin e tij në një kuadër më të gjerë se sa ai një prokurori që merret vetëm me procedura. Për këtë duket se Altin Dumani ka marrë okay nga amerikanët, të cilët nga ana tjetër kanë kurdisur edhe të gjitha rrëmujat në PD me qëllim që të bëjnë të mundur largimin e Sali Berishës, qoftë pritja e Gazmendbardit në Amerikë nga një asistente e prokurorit të përgjithshëm të SBA-s, qoftë lëvizja e Salianjit apo protestat e Adriatik Lapajt, nuk janë gjë tjetër veç se copza të një puzzle-i të ri amerikan që po sfidon Edi Ramën drejt një fundi apo ndryshimi politik të madh.